Përshëndetje me që dashër, ju përshëndes nga diaspora flet në krye me Dangelin, shkojnave dhe në radhës, Albin Kurti, Ramush Haradinaj dhe Fahri Muslio. Miq, Ramush Haradinaj peshunë Albin Kurtin sërb i Sërbis, gryja e punën Sërbi, skalon sen zez pa i thonë. Por mas mirë ti miq e spjegon Fahri Muslio, që për herë pare e pash këtë intervist, kur ka qenë burg me Albin Kurtin, çka ka bo Albin Kurti, çysh ka dash me dal, çysh s'ka dash me dal për burgu Albin Kurti, pa shoshninë e vetë, edhe gjitha këto, të ndëgjojmë me që në video, të diskutojmë të bashkë. E të tregojmë Ramush Haradinët se kush është ky e kush është Albin Kurti. Shkojna miq, por ndëgjojnë videon deri në fund, se si gjithmonë miq, në fund janë përgjigjet tona. Shkojna miq. Unë po e them që Albin Kurti është i rekrutuar në burg në Serbi. Ka qenë edhe para se me shku në Serbi, jafën me Serb, qëtu në Prishtinë, tregojnë Prishtina, ka kalu kohë ma shumë Albin. Që qa tregojnë Prishtina? Ti çka din, jo çka thojnë populli, se mund me folë populli për inate. Po ti e din ma mirë se çka thojnë Prishtina për to. Po këtu për ja fut kot, Rambo, masë tërë po marrë është. Shkojnë miq. Para se më vojë dhe në shiu që kësh, nuk di që ka ardhja aty. Nuk me dishe. Në mënë ko ka konë zanë si u që kësa, po. Në regullim. Historia ne, u po edhe që është i rekrutu. Dhe gjitha këto akte që po i boni ka mbulish i ka, të me në shkaktu një rëzhik ma që është largimi nga Amerika, nga NATO, edhe nga ku pegjime tëra të ndike. Ky njeri, s'paton a gjithë në rushë. Miq, Albin Kurti ka thonë, si të një politikan, Amerika, dije që rap. Shkojna miq. Dhe mbulon vepën e vetë, kunder venit vetë, unë po e thëmë që Albin Amo, qëfar vepre o Rambo? Mos e korit vetën o burë, maje vetën o vlo. Për qëfar vepre ka bu Albin Kurti o burë, që pjethu ti i Sërbis? Që s'po t'vjen tërë po vlo? O t'i thuj nash i Sërbis, nash pejhane, se ti s'po njanë zanat ven, se s'ki shkollë o Ramush Haradinaj. Si person, je njeri maj mirë, në regullim, nuk një personal, po ti mundesh ata që ke dhonë për luft, për ta po dhonë je njeri maj madhë, po nuk je për politikë, o Ramush Haradinaj. Nuk je për politikë, politika nuk është me vjedhë. Politika nuk është haraq. Politika nuk është me rajt. Politika është me dasht venin ton, me punu për ven tonën. E jo me shpif, si kur ti, për Albin Kurtin. Ma burë se zbonë. Shkona, miq, të ndëgjojmë se qa thot Fahri Muslio, që ka qenë burg me to. Ngohë mirë Ramush Haradinaj, unë besoj që ti e din këtë histori, po ti po folë për karrik. Unë e di që ti rranë, politikanat rranë, po jo në këtë mos kër është për punë patriotike, jo bre burë, nuk ka shtetë që rranë, po bohen bashkë. Në ka deputetën botë që rranë për karrik, kër vje puna për tokë Kosovës, për Republikë Kosovës, ose për Republikë tyne, pa marë parasysh në Republikë. Me dalë me raj, pa tonë bohen bashkë. I madhe i vogël. Vesh në Kosovë, bohen tonë sikur Harambasha. Tonë bohen sikur, për zote që qasë janë, se pa konë Harambasha më bohesh. Që ti zoti Haradinaj, ti ke luftu për Kosovë, ke adhon shumë gjak për Kosovë. Për respekt maksimum. Po si është punë Allah që tash, erdhe e vidhe gjitha ta tokë, e bleve gjitha ta tokë. E bleve 4 euro, kuptohet çfarë blemje. Gjitha ta zullum, e fole qakorin. Edhe prap Albin Kurti nuk po të thotë Allah ty. As hajnë, as kriminal, as tradhtar. E ti pe akuzon këto. Është turpi i botës. A mos vallë pe akuzon, se thujnë fjallë popullore të na që sulmi është mbrojtje mirë, Ramush Haradinaj. Se ndryshe s'ka kuptim. Po mirë, shkojmë të dëgjojmë që ka thot Fahri Muslio i lutem. Normal me dorë, policia dhe kryqi kush, nuk ka dërë me dorë Albini. Albini ka thonë, nuk dalë pa shokë, pa akuzë. A peshe o Rambo,
kanë qitë me zërë, po dhe. E kanë morë ambuloncat. Kry që kuq. S'ka dash me dalë, nuk dalë pa shokët e mi. Është gjëna me në dytë këtë me një losë, nuk mund është, veç që të po mëndohesh. Dësh më tut pe Zotë, Ramush se ka Zot. O Ramush Haradinaj, dësh më tut pe Zotë, o burra ki Zot. Me një losë këtë temën ti, Albin Kurti, është i Serbisë. Nëse ki Zot, o burë dilë kërko falje, bashkan gjithi Albin Kurtit edhe punoni bashkë. Shkojnë amiq? Njeriun që është burë, që ka bretu dajakun si shtanë, që është deformu për dajakut, unë thëmë gjithmonë, a keni po që se jetë Albin Kurti? Pe dajak, pe treneve. Pe treneve Ramush Haradinaj. Ti e di shumë mirë to. Sa dhe ti e konë demonstrata me to. Për to. Shkojnë amiq? Dhe të thush ati se anë gjatë kohës luftës ka qenë me vajzën e Sokolovicit në Klinë, që është gjorë një imaginat e çuditshme, ka bitëm për... Këta, zoti Fahri Musliu ja ka në opozita jonë. Këta oregontat tonë, shkatrusit tonë, hajnat tonë, tradhtarët tonë, kriminalat tonë, ja kanë gjithë këtë temën. Këta janë politikanët tonë, miqtë dashur, që mënohen me talon çfarë do etikete, vetëm sa me dalë keq para popullit. Por populli nuk përjanë këto fore mo. I ka hangër kur i ka hangër. I keni rajt kur i keni rajt. Nuk i s'po e shiten mu bre? Thjesht nuk po e shiten, sepse ju ka dalin dyra. Qatë shumë keni rajt, qatë shumë keni vjellë, qatë shumë keni blet tokë të Kosovës, qatë shumë keni bo dallavere me tokë të Kosovës, sa që ju ka dalin dyra mu. Për besë në për televizor kër po shumë po na vjen me vjellë. E gjithat mirë që i keni po për Kosovë para luftës, 98-99. E ma herete. E tash, kur po dilin televizor, njerëzve po i vjen me vjellë. A dini pse? Prej hajnis, korupcionit, tradhtis, shitjes tokët Kosovës, zhvatit Kosovës, gjitha këto. Shkojnë amiq? Unë kam reaguar me fakte. I thëmë datën kur është arrestuar, ku ka qenë burë. Gane. Do që shenë për madhe, pse ka dhënë deklarat për mediat e huja? Gane. Nuk ka dhënë deklarat. Kryqi i kush ndërkombëtar. Ka organizuar vizitën e ministrit drejtësisë Serbisë Jankovicit në burgun e Požarevit. Ka qenë jashtë ata. Edhe gazetarët pyesin, Albini që është i tillë, që fletë. E qohet Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, Hashim Thaçi, thojnë që ishe moshve kjo me dalë pe i burgo. O shkatrus të Kosovës, ju e dini shumë mirë, po që po ja spjegoj edhe njerë. Jone, Fahri Musliu, që ka qenë burg me ta? Kjo ka dhënë intervistën për to. Jo për to, po kjo ka dhënë intervistë, a vetëm e ka përkthi për arsye se ka ditë anglisht mirë. O jo morat e politikës, o jo hajnat e Kosovës. Mas lufte gjithmona, si politikona, pra po thëmë, që luftarë, pse të cilët, mos i përzim senet, se tash unë e di që keni me hi me shohë, me ofendue, po ato veç vete ja bënë, mu sanë së më bëne. Asë më friksoni, pas parë se ja pratur. Por, është realiteti, e ju që shani e fynit, duhet më pajtu me realitetin. Realiteti është kë. E ju aj që ja të spjegojnë shefat e juj, që ju pagujnë me dalat e me ofendu. Pse mu së më këni një kur ka ofendoj kënë. Gjitha të ofendimit që më këni bo, unë se këmë ofendu kur kërkon. Po më zdalën për teme meq. E këtu jo morat e Kosovës. Më dalë me ofendu Albin Kurtin. Ju duhen një me dalë me kërku falje. Masoj interviste të Fahri Musliut, ju tonë mora, pleshta,
Politikisht, duhet me dalë me kërku falje Albin Kurtit. Shkojnë miq? Dinamishtën është përgjeri, nuk është intervjistë. Intervjista më ka dhënë mu Dëmjenishën, i burë. Vënë. Me kërkesën time, Ministrit Drejtësisë të Serbisë, Patiçit, me kërkesë të me lejnë e gjyqit, Vënë. Kur debe burë tash. Kosova si të kohë. Shumë në që të kemi e shalat se Holla 90 vjetë që thotë të na që të kemi, këta morrat tonë, këta komandantat tonë, e shajnë ofendojnë, i thonë këj Serbisë, po do të me jarë tërpë. E mani men këtë nanën e dashër të Kosovës. Ju fyni, edhe këtë nanë, edhe neve, edhe 50% të popullit, o morrat e Kosovës. Se veç mora e një të tërsanit, sa nësë jeni kundër Albinit, jeni mora që. është tërp, për bes është tërp, Ramush Haradinaj me dalë mi thonë të jej Serbisë. Shkona miq, ti tregojmë se sa e donë Albini Ramushin tani, të kundërtën. Edhe që këj ka thonë, qas i ka thonë Albin Kurtit. Po Albini është Albin, është njeri i kulturum, civilizum, i letëzushëm, i dishëm, i dashtëm. Në ka rejtje, në ka mlef. Sa dush thujti qka dush, aj nuk ta këthem. Shkojna miq? Në ki një maqare, bële une, i vijem po. Do është të kërë Europa. E mani me shumë mirë këtë pjesë. Tu më të virë kësë me të kur të gjera dhe i pojtëra matë mira, edhe matë mira të kjo. Truti madhi zot me lafa e rëdashëm. Haradinaj u lirua, po nga gjykata e Guhe Zotri Haradinaj, apo Zotri Haradinaj Pleshti. Guhe sa qëfar respekti ka Albin Kurti për ty. Guhe more plesht. Se pe meriton mi të thonë këto fjallë burë. Se nuk e meriton mi të thonë këto fjallë burë, 98, 99, po mas lurte që ke bo, këto fjallë jenë të pakta që muna me të thonë. Se vesh një njeri poshtër, muni thot të fjallë që ka pithu ti për Albin Kurtin. Shkona me që lutëm. Milošević u dërnua, Dishmadin Burg. Ja, ma shiko, unë nuk mund të pranoj debatin ku Haradinaj barazohet me kriminalitet. Se ishin në hall. Nuk muj të pranoj debatin, o plesht, ku Ramush Haradinaj thot barazohet me kriminal. A ti të kundër dhe një thu, kjo është kriminal, pa kon heq. Kjo është tradhtar, pa kon heq. Gryja ti për në Serbi, pa i punu heq. Po ku ki atë ftyrë Ramush Haradinaj? 2 metra njeri. Pa ki ftyrë, a ki bes, a ki nera, a ki respekt. Apo për ty, kretë është karika. A monit kohët, spjegoja po, jo mu, së një di. Diaspora fletit din krejt. A mu, spjegoja popullit. Ku kia ftyrë o burë, me dalë me thonë kryeministit, kjo është me Serbi, kjo është me Rusi.